Shtëpia e Bardhë nuk ka përjashtuar mundësinë që Shtetet e Bashkuara të përdorin forcën për të marrë kontrollin e Groenlandës, territor autonom që i përket Mbretërisë së Danimarkës. Si Danimarka, ashtu dhe Shtetet e Bashkuara janë vende anëtare të NATO-s, çka e bën këtë skenar veçanërisht të ndjeshëm në aspektin e sigurisë ndërkombëtare. Por çfarë do të ndodhte nëse një shtet i NATO-s do të sulmonte një tjetër? Një situatë e tillë nuk parashikohet nga NATO. Aleanca e themeluar në vitin 1949 është ndërtuar si një organizatë mbrojtëse për të garantuar sigurinë kolektive të vendeve anëtare. Kryeministrja daneze ka deklaruar se nëse SBA do të zgjidhte të sulmonte një vend tjetër të NATO-s, atëherë gjithçka do të merrte fund, përfshirë vetë NATO-n dhe arkitekturën e sigurisë që është ndërtuar që nga fundi i luftës së dytë botërore, por a parashikohet në traktatin themelues të NATO-s një sulm mes aleatëve? Përgjigjja është jo. Traktati i NATO-s nuk parashikon as mundësinë që një vend anëtar të sulmojë një tjetër, as procedura për përjashtimin e një shteti. Neni 1 i traktatit përcakton se palët angazhohen në përputhje me kartën e OKB-s të zgjidhin me mjete paqësore çdo mosmarrëveshje ndërkombëtare dhe të përmbahen nga kërcënimi ose përdorimi i forcës në mënyra që bien ndesh me qëllimet e Kombeve të Bashkuara. Por çfarë parashikon neni 5 i NATO-s dhe a është i vetë mjaftueshëm shtylla europiane që NATO ka? Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.